Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se ardhët në takimin e radhës rreth komentit të Sahihu Bukhariut apo haditheve të Sahih Bukhariut, Allah e pas mëshiruar. Jemi edhe më tej në kapitullin e diturisë, respektivisht tek nën kapitulli prisi me sa në gratë dhe i këshillan ato. Hadithi 84 an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. Ibn Abasi, apo Abdullah ibn Abasi, Allahu të qoftë i kënaqur me të, transmeton se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam doli bashkë me Bilalin, duke menduar se gratë nuk e kishin dëgjuar. Andaj shkoi tek ato, i këshilloi dhe i urdhëroi që t'i jepnin lëmosh. Si rrjedhoi, gratë filluan të jepnin vathet dhe unazat, si sadaka, ndërsa Bilali i të bënte ato me një skaj të teshës së tij. Hadithin e transmeton edhe Imam Muslimi po ashtu. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i kujdesshëm që të i këshilloj shokët e tij, plak e të ri, gra e fëmijë. Ai donte që të gjithë të dëgjonin atë, e të mësojnë prej tij, si burrat, si gratë, si plesht, si të rinjët. Në këtë hadith, Ibn Abasi tregon se ai i bekuar sallallahu alaihi wasallam e kishte falur Bajramin. Se pejgamberi kishte falur Bajramin, natyrisht bashkë me të edhe Ibn Abasi transmetuesi këtë hadithit. Se s'ka ardhur në transmetime tjera tek Imam Bukhari dhe Muslimi, se ka ndodhur ky rast në ditën e Bajramit, pas faljes së namazit të Bajramit, nga se në transmetimin ton këto që kem para vetes nuk ceket Bajrami, për transmetime tjera ceket se ka qenë të bimit ditën e Bajramit. Kur ai bekuar pas u kishte falur muslimanëve Bajramin dhe kishte këshilluar më pas i shoqëruar me Bilalin, kishte shkuar tek gratë që edhe ato kishin dalur për me falur Bajramin, nga se Bajramin në atë kohë falin gra dhe fëmijë, që të gjithë. Dhe atë, pra dilin këtë shoqëria komplet, i lënin shtëpitë e zbrasta. Dilin madje edhe gratë të cilat ishin gjatë të përmëshmeve të tyre, që nuk e kishin në obligim namazin, të gjithë dilnin, për ta përjetuar atë ditë të madhe, për ta festuar atë ditë të madhe, për ta përjetuar rahmetin e madh të Zotit, i cili zbret atë ditë në atë vend, ku falet namazi Bajramit, ku bëhen gjithë ato lutje dhe dua të gjithë atyre muslimanëve, ku atë ditë zbret mëshirë e madhe Zotit nga lart poshtë në tokë. E pejgamberi alayhis salam ishte i kujdesshëm që në atë ditë të madhe, në atë bereqet të madhe, të marrën pjesë të dy gjinit, gra dhe burra. Kështu ka qenë, kështu është dhe kështu duhet të mbesë. Ani pse në shumë vendet të botës, sikurse tek ne në Ballkan, shumë pak vende pa xhamia ka ku dalin edhe gratë edhe falin Bajramin bashkë me burra, dhe kjo është gabim, është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam kishte pasur dro se gratë nuk e kishin dëgjuar fjalimin apo hutbën e tina. Nuk e kishin dëgjuar këshillat e tij. Ose kur kishte fol burrave, kishte fol vetëm burrave. Dhe tani pas atij fjalimi po shkon te gratë, po do m'ju drejtu edhe grave dhe vetëm grave dhe jo edhe burrave, mi këshillu edhe gratë. Ndaj shkoi i shoqëruar me Bilalin tek gratë. A i bekuar gjatë këshillës e tij apo këshillave të tij për gra po ndaj grave mes tjera tha: Ja ma'shara nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar. Ja ma'shara nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar. O ju gra, jepni lëmosh sadaka, sepse më është shfaqur mua xhehenami, më është shfaqur mua xhehenami, më është paraqitur. Dhe atë kam parë se shumica banorëve të xhehenamit ishin gra. Kështu që ai bekuar e urdhëroi gratë që të japin sadaka, lëmosh nga pasuria e tyre. Urdhëroi që të japin sadaka dhe bash sadaka, sepse sadakaja fshin gjunahet shumë. Sadakaja fshin gjunahet shumë. I fshin sadakaja lëmosha fshin gjunahet mëkatet të cilat e çojnë robin në xhenem. Andaj do të më ruaj për gjunaheve, por nëse bën gjunahe, shkasi fort i fshirës e gjunaheve është edhe dhënia sadakas. Ose u a tha këtë për shkak, u a tha këtë që t'i jepni sadaka, lëmosh, për shkak se ishte kohë skamje vërfërie, dhe ai kishte nevojë që njerëzit të solidarizohen mes vete. Andaj në këtë zaman, në këtë kohë, sadakaja ishte vepra më e mirë për solidarizim, në veçanti në kohë të tilla, për raste të tilla që ishin në atë kohë kur ishte pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pastaj pejgamberi e mbledh atë sadaka respektivisht shokët e tij që shoqëron pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe u shpërndante të varfërve. Ndaj ky bekuar po don ta shfrytëzoj këtë ditë, këtë çast, këtë kohë të këshilloj gratë që edhe të t'japin sadaka dhe të solidarizohen me musliman, e pastaj atë sadaka apo të shumë të sadakas së lëmoshës të shpërndaj nevojtarëve apo fukarave. Pas kësaj këshille, pas që i këshilloi pejgamberi alayhis salatu wassalam një herë dhe i urdhëroi ato që të japin sadaka, ato shpejtuan në nxjerrjen, në dhënien e sadakas. Dikush prej tyre i hiqte vath, dikush prej tyre i hiqte onazat. Pra, atë sa kishin e japnin sadaka lëmosh. Në anën tjetër, Bilali e kishte shtruar teshën e vet dhe rrënta të afër dhe ato i hedhnin vath të tyne, onazat e tyne në atë vend aty. Pra Bilali e mbledh atë sadaka e pastaj i ka dhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pejgamberi ja ka shpërnda fukarave. Nga ky hadith kuptohen shumë gjëra, ndërto prezenca e grave në faljen e Bajramit, respektivisht e drejta e tyre për të marrë pjesë në ligjërata apo këshilla dhe për ta mësuar fenë e tyre, sikurse që mësojnë burrat. Prezenca e grave në për Bajrame, në vend falje ku falet Bajrami, qoftë xhamia, qoftë jashtë xhamiave në natyrë, është tepër e rëndësishme. Është një sunet profetik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në shumë vende është harruar, ndërto edhe në vendet tona. Kujdesi madh i pejgamberit alayhi salatu wassalam që edhe gratë të dëgjojnë këshillat e mësimit të tij dhe të mësojnë edhe ato fenë e tyne,
Për atë Zotën e mbajti ligjërat e inkas për të. Zotën për këtë shkak, për këtë arsye, e ka cekur edhe Imam Buhariu këtë hadith në këtë vend të kapitulli i ditorisë, se edhe grave do të një dhanë dije, do të një më përkushtu mësuesi i mirë për gjenin femërore, që me eduku, me mësu, me këshillu, që dha të ta mësojnë fenë. Po ashtu, nga hadithi kuptohet se është e preferuar mustahab për të këshilluar gratë, për të mësuar ato, qoftë edhe nga një mashkull, me kush që ato mos të ketë fitne, siç thotë edhe Imam Nevaviu, Allah e pas mëshiruar. Pra, lejohet në raste kur nuk ka gra, që gratë të këshillojnë, të mësojnë burrat, sigur se në vendet tona sot, po edhe më herët, tashmë ka një numër të motrave, të profesoreshave, të hoxhanicave, të mualimeve, por më herët nuk ka pasur, da është dashur, që ne, se hoxhallar, të këshillojnë të mësojnë motrat tona, të mësojmë aty në fenë, por gjithmonë, siç thotë Imam Nevaviu, duke pasur parasyshe fit të eliminohen fitnet. Po ashtu nga hadithi kuptohet se sa të devotshme atë si qerta kanë qenë ato gra, të cilat pa kujtu më njëherë, po sa ndëgjuan këshillin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpejtuajnë në dhënien e sadakas. Madje ato japnin çka kishin, heqnin vëth të tyre, onazat e tyne, shumë prej tyne, këtë pasuni e kishin, pra vëth të vetë që kanë pas për veti, japnin sadaka, onazat që kanë pas për veti, japnin sadaka, dhe kjenën kupton se robët duhet të japë aq sa ka mundësi, e Allahu nuk ngarkon për te mundësisë. Gjithashtu, nga hadithi kuptohet se gruaja lejohet të jap sadaka limosh nga pasuria sajna pa lejen e burrit. Sepse këtu gra, kur dhanë sadaka, nuk i patën burrat aty, dhe nuk priten me i pyet burrat, e pastaj me e dhanë sadaka, por më njëherë dhanë sadakan, dhanë limosh nga pasuria tyne, dhe këtë para në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që jep me kuptuar se gruaja ka të drejtë të jep sadaka nga pasuria sajna pa lejen e burrit dhe pa lejen e askujt në këtë dynja. Po ashtu, hadithi jep të kuptohet se sadakaja është shkak i fortë, sebeb i fortë i shpëtimit të robit nga zjarmi i xhehenemit. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit, ya rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري